në lidhje me dosjen e Belinda Ballukut. Keni mbi një muaj që keni marrë nga SPAK-u një dosje që i është drejtuar, ju është dënë që ju ta përcillni te deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, sepse ne duhet të votojmë në lidhje me heqjen e imunitetit. Ju këtë dosje e keni kyçur në kasafort, e keni shpërndar me një grup deputetësh, të cilët rastësisht i bie, nuk kanë thënë asnjë fjalë në lidhje me këtë dosje. Praktikisht, ajo dosje në këtë parlament zëre se nuk ekziston. E keni zhdukur, e keni ndarë me njëri tjetrin dhe po mbroni një të akuzuar sepse ka abuzuar me fondet e shtetit shqiptar. Tani, zoti kryetar, kjo nuk është vetëm një shkelje e rregullores dhe të kushtetutës. Ju po mbroni korrupsionin me postin tuaj, me këto veprime, zoti kryetar, po mbroni të korruptuarit, dhe kjo është e papranueshme. Kërkojmë që sa më shpejt të na vihet në dispozicion dosja, sepse na takon, jo sepse na bëni ndonjë nder. Përndryshe, zoti kryetar, do i drejtojmë gjykatës kushtetuese, dhe turpi do mbetet mbi ju, sepse jeni i vetmi kryetar i Kuvendit të Shqipërisë i cili ka fshehur një dosje komprometuese të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Është detyra juaj të bëni transparencë. Duhet të nxirrni dosjen, duhet që qytetarët shqiptar të dinë si ka vjedhur Belinda Balluku, me kë ka vjedhur Belinda Balluku, cilat janë përgjegjësitë e kësaj qeverie, e kryeministrit, e majorancës, po edhe opozitës nëse ka, në lidhje me abuzimet skandaloze prej të paktën 1 miliard euro të Belinda Ballukut. Mjaft mbrojtje të korruptuarit, zoti kryetar. Faleminderit. Shumë faleminderit, zoti Shejaj, për saktësim edhe të deputetëve të tjerë. Zoti Boçi, ta merrni fjalën, vetëm ta mbaroj, të lutem. Por edhe të opinionit publik, meqense u thanë disa të pavërteta, po e thënë këtu në sallën e parlamentit, natyrisht që kanë peshë të madhe, nuk është e vërtet që janë kyçur materialet dhe provat, e kundërta është e vërtet, e ka tërhequr sipas rregullit dhe ligjit kundrejt deklaratës për ruajtjen e sekretetit hetimor të paraqitur nga prokuroria e posaçme, të gjithë deputetët që kanë kërkuar antar të Këshillit të Mandateve. Në fjalën tuaj haruat këtë tokë fjalësh, Këshilli për Mandatet Rregullore dhe Imunitetet, sepse është ky këshill që shqyrton materialet dhe i paraqet raportin apo raportet nëse ka mendime ndryshme seancës. Dhe padyshim Këshilli përmes raportit, të lutem. Unë nuk ju ndërpreva, do ta shpjegoj. Raporti ka pikërisht këtë qëllim. Pra raporti do të vijë në seancë, ju lutem mos më ndërprisni. Raporti i Këshillit të Mandateve është i detyruar të ketë, pra rregulloria na detyron që në raport të përfshihen të gjitha opinionet e palëve apo deputetëve. Mund të ketë 2 opinione, mos bërtisni kot se nuk ju jep të drejtë tonaliteti. Më dëgjoj deri në fund, dëgjoj argumentin. Nuk po flas fare për ju. Do votoj pasi të dëgjoj raportin e përgatitur nga deputetët antar të Këshillit të Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve. Pra, ju thatë që materialet janë kyçur, unë do ta shtoj akoma më tepër dhe do ta rikujtoj edhe një herë që të gjithë deputetët që kanë tërhequr materialet duhet të mos i nxjerrin ato, jo të nxjerrin. Pra të mos i bëjnë publike, sepse bëhet fjalë për një sekret hetimor firmosur dhe deklarata përkatëse. Pra nuk është çështje zgjedhjeje e një kryetarit të Kuvendit, kjo është një çështje detyrimi ligjor, ka një urdhër të prokurorit të çështjes për të mos publikuar materialet. Kaq, dhe unë jam thjesht në zbatim të atij urdhri të ligjit dhe të kushtetutës. Ndërsa ju
keni drejtën tuaj, konsumoni politik, bëni retorik politike, të rrisni klikimet tuaja, po kjo nuk më intereson fare. Shumë faleminderit. Zoti Boçi, më pas zoti Berisha. Po, faleminderit kryetar. Në ditën e raportimit kreut SPAK, unë i drejtova ati një pyetje. A heziton SPAK-u të marri në hetim apo të pandehur kryeministrin? Kjo pjesa këtu reagoj me hilaritet plot, domethënë duke qeshur fort, ndërsa sot ja ku jeni, gjithë strukeni dhe të gjithë vononi pas fshiheni dhe vononi çdo gjë pas procedurave dhe mbani aty në Këshillin e Mandateve një kërkesë të SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, që në fakt nuk është thjesht imuniteti i zëvendës kryeministres, por është imuniteti i kryeministrit. Dhe jo vetëm kaq, po doni të shpikni dispozita ligjore për t'i vënë në dispozicionin tuaj për të mbrojtur veten tuaj me imunitet. Ndërkohë këtu në sallë mungon Bledion Albati. Dhe a e dini kryetar pse mungon? Se policia juaj e ka goditur në protestën e radhës dhe ai është i pamundur, sepse imuniteti për ju ka kuptim vetëm kur bëhet fjalë për zëvendës kryeministren, për kryeministrin, për antarët e kabinetit. Të tjerët duhet goditen, madje nxirrni edhe njerëz. Forcat Renea që na bokën 6 orë stërvitje, këte nuk e dishim, nuk njohin deputetët. Jo më, nuk njohin deputetët. Po mirë më këto forcat Renea, ndërhyrjes shpejt, kë njohin këta më, kë njohin. Po ata që janë shpallur në kërkim, a i njohin këta? Sepse të bëj një bilanc këtu, ja ku është ministria, që merret me bilancet tjera, u plagosën policët me demek, të dalit bëj një bilanc thjesht, sa nga ato kërkuar, të shpallur nga SPAK-u, kriminal të rrezikshëm, antar të bandave kriminale, që jetojnë në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë, janë arrestuar. Po, forcat Renea arrestojnë adoleshentët, godasin deputetët e opozitës, madje i akuzojnë adoleshentët se kanë hedhur ata molotov, ndërkohë që pamjet tregojnë ndryshe. Në parlament, përballë parlamentit, ishin policët ata që ju kthyen protestuesve, edhe me molotov, edhe me gaz lotësjellës. Jo, nuk tallem dhe unë them vetëm të vërtetën, sepse kam qenë aty dhe e di shumë mirë situatën. Dhe ky parlament duhet mbyllet dhe ju duhet mblidhni Këshillin e Mandateve menjëherë. Justifikimi juaj për gjykatën kushtetuese ka rënë, le që nuk ishte justifikim fare, por me qenë se e përdorët, sot ai ka rënë dhe mblidh Këshillin e Mandateve dhe të imuniteteve. Okej, fjalën e ka zoti Sali Berisha, më pas zoti Taulant Balla. Të dashur qytetarë dhe qytetare, si që shifni, parlamenti është shtrofulla e mbrojtjes hajdutëve. Këta që janë pas shpinsime, edhe këti krahu, janë të gjithë maska e Lubis dhe Edi Ramës. Këta janë maska. Kur në njerë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë salë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet par vithet e Belindës. Në të vërtet, Edi Rame. Zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë.
Uluni. Deputet, ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i kuvendit. Shumë faleminderit, uluni, zini vendet. Zini vendet. Ndërpritet fjala. Fjalën e ka zoti Taulant Balla, kryetari i grupit të Partisë Socialiste. Jo. Zoti